تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, secili fillim e ka fundin e tij. Përveç Allahut dhul xhelal, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Lumë për ata të cilët agjëruan së bashku me agjëruesit. Lumë për ata të cilët i falën taravit së bashku me besimtarët. Lumë për ata të cilët falën namaznate së bashku me besimtarët. Dhe lumë për ata të cilët adhuruan Allahun, u larguan nga mëkatet dhe u larguan nga epshet e tyre. Allahu dhul xhelal thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju besimtar, ku ta dëgjoni këthirjet e Allahut, o ju besimtar, duhet t'i hapni vesh mirë. O ju besimtar, friksojeni Allahut. Friksojeni Allahut duke i kry urdhrat e tij dhe duke u largu nga ndalesat e tij. Dhe secili prej jush le të shikoj se çfarë ka përgatit për nesër. Secili prej nesh le të shikoj se çka ka përgatit nesër për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Friksojeni Allahut dhe dijeni se Allah është i mirë informuar për çdo gjë që veproni ju. Allah ka thënë ayaman ma'dudat, ditë të numëruara. Ja pra, ditë të numëruara. Para ca dite ishim të ngazëlluar duke e prit këtë muaj të bekuar, ja tash po e përcjellim. Andaj vëllezër të dashur, para se me përcjell këtë muaj, dietarët japin këto këshilla. Këshilla parë kur e përcjellim këtë muaj është që ta lutim Allahun dhul xhelal të na pranojë veprat. Namazin ton, agjërimin ton, dhikrin ton, sadakan ton, çdo gjë që kena bë, me lut Allahun që më na pranu. Ibrahimi alayhis salam dhe Ismaili kur i kanë ndërtu çapën kanë thonë: "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." O Allah, pranoje prej nesh këtë vepër, vërtet ti je gjithë dëgjuesi, dije ploti. Andaj edhe ne duhet ta lutim Allahun të na pranoj veprat tona. Çështja e dytë është t'ja adresojmë dhe t'ja atribuojmë Allahut këtë mirësi të cilën na ka dhënë. Po të mos deshte Allahu, s'kishim mujt as më agjëru, as më fal, as me lexu Kur'an dhe as gjë tjetër. Andaj këtë mirësi ta dim që e kemi prej Allahut. Ta falenderojmë Allahun me zemrat tona, duke e ditë që kjo mirësi është prej Tij. Ta shprehim këtë falënderim me gjuhët tona dhe ta adhurojmë Allahun me gjymtyrt tona dhe mos i bëjmë mëkat. Kështu është falënderimi i vërtet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çështja e tretë, nderuar vëllezër, është ta shtojmë istighfarin, të themi astaghfirullah pas këtyre adhurimeve të cilat i kemi bë. Nga se ne pas namazit themi astaghfirullah, 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 o Allah na fal. Edhe ku ta kryjm haxhin themi o Allah na fal. A thua vallë pse? Nga se adhurimin të cilin ja kushtojmë Allahut është adhurim i pakt. Nuk është i shumt sa meriton Allahu subhanahu wa taala. Sa do të adhuronim Allahun, nuk ja kishim dhënë hakun Allahut subhanahu wa taala. Allahu që nga momenti kur i ka kriju melekët, ka melek të atill që janë në qiyam, janë në këmbë duke adhuru Allahun. Ka të tjerë që janë në ruku dhe nuk e çon kokën prej rukus. Ka të tjerë që janë në sejdë dhe nuk e çon kokën nga sejdja. Kur bëhet dita e gjykimit, thojnë subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik.
I lartësuar dhe i patëmeta je o Allah, nuk të kemi adhuru ashtu si që meriton. Ta në kohën kanë qenë një ibadet dhe këtë fjallë ja thënë Allah dhul gjelal. E qka është halli jonë? Çështja e katërt është mos na pëlqej vetja jonë, mos të kemi vetë pëlqim për këto adhurimet të cilat i bëjmë. Mirë po ta dim se këto janë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe ta dim që vetë pëlqimi na shkatron veprat tona. Dhe çështja e fundit të nderuar vëllezër është të vazhdojmë me adhurime. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Ne adhurojmë Allahun edhe në Ramazan, po edhe në muajt e tjerë. Derisa të takojmë Allahun, ne adhurojmë Allahun. Për farze nuk bëhet fjala. Namaz, agjerim, zeqat. Mirë po edhe me vepra nafile. Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana amaluhu dima. Veprat e tij i bënte në vazhdimsi. Ja ka nisë një ibadeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë në vazhdimsi. Lutim Allahun dhul xhelal të na mundsoj të shfrytëzojmë edhe këto pak net të mbetura. Kush ka qenë i mangët, le të shkëlqejnë në këto net, që me shpresë tek Allahu të arrijmë edhe natën e Kadrit, e të na falë Allahu dhul xhelal. Alhamdulillahi rabbil alamin.